të nderuar ushtarë, parafolqit dashur se të gjithë i thanë atë çka i kisha planë edhe unë të thonë, por megjithatë, pasi që dole afru, të thonë dhe në disa fjalë. Është e vërtetë se nëse rikthejmë pak historinë të kaluar tonë, gjatë viteve ku është e vërtetë që shqiptarët e Lirisë së Mëshirës ishin në gjithë në pozit më të vështirë, nëse e kthejmë pak dhe rikujtojmë të kaluarën dhe të tashmen, shifër se ka diska lëvizje, ka hapa të rëndësishme sa i përket Lirisë së Mëshirës. Megjithatë, unë të them diçka që se tham parafolqit, vetë prezenca në këtë sallë, veç pjesëmarrja është e vogël. Në shtin që edhe neve që mirë me politikë, por edhe ata që e drejtojnë shoqatën e Ushtrimit Shqiptar është të mëndar pak më tepër. Këte nuk e ka meritu edhe nuk e meritojnë ish ushtarët e Ushtrimit Shqiptar kontore, nuk e meritojnë dëshmorët, nuk e meritojnë familjet e dëshmorëve këtë që në ndodhi e sot. Këtë të thonë me këtë përgjithësi, sepse në vend që sot të kemi sallën e mbushur edhe të kemi të rritë këtu që t'ja përkujtojmë të kaluarën tonë, që t'ja përkujtojmë diskriminimi që ka qenë, torturë që e kenë pas familjet të kësaj periudhe, edhe t'i përgatitmi ata për një periudhë të ashëm, ne sot do të mirë me këtu me vetë vetëm. Çështjen tjetër që deshta ta thonë, udhëheqësisë u që po më bësh apo ushtarëve të jenë më unik dhe mos të hezitojnë të tërkatin në dirt e pushtetarëve, jo vetëm për ndihmë politike, por edhe për ndihmë materiale. Kushtet sot ekzistojnë, kemi të pushtete lokale, kemi edhe Këshillin Nacional, urnoni, vura që ndihmojmë, sepse thash unë jam keq, unë jam pjesëmarrës i gjitha këtyre proceseve historike, për dallim nga të tjerët, edhe e di çka të thotë kjo sot është merrim më i madh që ne i kemi disa njerëz. Ndoshta dikush edhe në momentin caktuar del për shpallës, por dikush nuk e ka ditë që ose edhe sot prezente shka është lufta si ka kanë njerëz që kanë familjet. Unë po të vetë edhe këto me mësone, prandaj urimi i qoftë kredit, vazhdoni punën, vazhdoni aktivitetin, por të trakitni në dirët e tonë. Të trakitni dhe të kërkoni të drejtet juaj, sepse të i falenderu pulsus juaj, të i falenderu punës juaj, të i falenderu familjarëve që kanë dëshmorë, ne jemi sot 8% dhe 8%, i falenderës.